Beruflich oder nur? Meine Schwester ist Berlin. Ach, Berlin. Und München. München ist das Beste. Alban. Lavdi dhe kujtim I përjetshëm. Shërbimin policor të Kosovës, KFOR-in turk, kryqin e kusht. Duke u bërë bashkë në këtë vend, ku 26 vite më parë forcat policore ushtarake të Serbisë kryen mizorit më shnjërzore, ne nderojmë kujtimin e 113 vrarëve, qëndresën heroike të gjallëve dhe denoncojmë kryerësit e këtyre krimeve. Në pranverën e vitit 1999, Serbia po realizonte projektin e saj të errët e të tmerrshëm serbo-madh, duke zbatuar atë planin famkeq të quajtur Patkoj për shfarosjen e popullsisë shqiptare vendase në Kosovë. Në kuadër të këtij projekti gjenocidal, autoritetet serbe kishin planifikuar si teknik të dëbimit dhe terrorizimit popullsisë shqiptare edhe çrrënjohjen e saj nga Kosova, duke kryer vrasje masive të civilëve të pafajshëm e të pambrojtur. Ju jeni dëshmitar të asaj kohe të mërshme lufte, kur Serbia pushtuese armike kreu krime lufte, krime kundër njerëzimit e gjenocid mbi ne shqiptarët e Kosovës. Madje edhe aktivist drejtat njerëzit në Beograd, si Serbia Nataša Kandić, e kanë quajtur krimin në Krusht të vogël gjenocid. E këtu në Krusht vogël janë të fuqishme dëshmitë e krimeve të Serbisë, ndërkaq gjykimet e dënimit për këto krime janë aq të pakta e të mangëta. Prandaj është çështje urgjente adresimi I krimeve të kryera gjatë luftës, sepse përderisa këto krime nuk vjetrohen, dëshmitarët e këtyre mizorive vetë pas viti po plakën e po paksohen. Përballë një gjenocidi kaq të egër, ka vetëm një përgjigje dinjitoze, të vihet në vend drejtësia si një imperativ moral e universal për çdo viktim. Masa e krimit atë botë e detyroi NATO-n të ndërhynte. Nuk mund të mos jepet drejtësia për një masë të tillë krimi. Me përgjegjësinë më të lartë institucionale e kombëtare, duhet të vazhdojmë me përkushtim adresimin e krimeve të luftës para drejtësisë dhe para historisë. Të angazhohemi për paqe sot e për jetë më të mirë të brezave të ri, për më të vegjëlit e për ata të se do të vinë pas nesh. Teksa po punojmë për ballafaqimin me të kaluarën, si shtete si shoqëri, ne po ecim përpara me përkushtimin tonë të përbashkët për të luftuar padrejtësitë dhe për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë e më të barabartë. Me këtë qëllim kemi miratuar për herë të parë pas përfundimit të luftës strategjinë për drejtësi tranzicionale. Kemi forcuar bazën ligjore dhe kemi rritur kapacitetet institucionale për hetimet dhe gjykimet krimeve të kryera gjatë luftës. E për të dokumentuar me saktësi gjitha krimet, kemi funksionalizuar Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë për dokumentim e hulumtim. Nëpërmjet institucionalizimit të kujtesës sonë kolektive, e mbajmë të gjallë kujtimin e më të dashurve tonë të vrarë gjatë luftës dhe dëshmojmë krimet monstruoze të Serbisë gjenocidale në Kosovë. Të nderuar të pranishëm, në qershor të vitit 2020, gjykata themelore në Prizren dënoi me 22 vjet burg ish policin rezervist serb Darko Tasić për përdhosjen dhe hedhjen e trupave të masakruarve në Krusht vogël në lumin Drini I Bardhë. Ndërkaq gjykata e apelit
6 muaj më vonë, në dhjetor të vitit 2020, ja përgjysmoj dënimin. Të dashur banor të Krushës dhe të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor, unë jam shumë optimist se për siguri, e për zhvillim, e për demokraci, po ecim e do të ecim edhe më shpejt përpara. Pa ajo që na ka ngel mbrapa është drejtësia. Drejtësia ka ngel mbrapa, pothuajse në çdo aspekt, përfshirë këtu adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës. Kushtet e punës i kanë, të ardhunat i kanë të mira, por s'u jap dot guximin edhe vullnetin. Prokuroria dhe gjyqësia në këtë kohë, kur po bëhen 26 vjet nga çlirimi i Kosovës, e dëshmitarët po plakën e po paksohen, duhet ta kenë imperativ moral e kombëtar, ta trajtojnë me urgjencë të papar këtë çështje, sepse nuk mbyllen plagët e nuk kemi prehje përderisa kriminalët nuk gjykohen e nuk ndëshkohen, e kjo tashmë mund të bëhet edhe në mungesë. Nga kujtesa drejt historisë dhe nga denoncimi drejt ndjekjes ligjore, si kryeministri i Republikës Kosovës ritheksoj përkushtimin tim maksimal, jo vetëm për kujtimin e viktimave të luftës, por edhe për studimin e historisë dhe trashëgimisë së tyre, si dhe angazhimin institucional për adresimin e të gjitha atyre krimeve të Serbisë gjenocidale. Deri te nderimi universal i drejtësisë e drejt ngallënimit konkret të drejtësisë, përkujtimi e nderimi shtetëror do të jetë i rregullt e sistematik. Masakrat dhe viktimat janë sa çështje shtetërore e kombëtare e jona, aq edhe e drejtësisë dhe ndjeshmërisë edhe ndërkombëtare, jo vetëm vendore. Të dashura motra e vëllezër, me pikëllim e dhembje kujtojmë humbjet dhe vuajtjet, por njëkohësisht me përgjegjësi i mbajmë lart në prioritetet e ekzekutivit ton për drejtësi e për rehabilitim. Si institucione e si qytetarë të Republikës, po angazhohemi bashkë për Republikën tonë, ashtu siç kanë qenë gjithmonë idealet e dëshmorëve martirëve të kombit, e ashtu siç janë dëshirat e rinisë, nevojat e popullsisë e ëndrat e fëmijëve tonë. Me zemrat e mbushura plot dashuri, respekt dhe krenari, përkulemi sot para kujtimit gjithë vrarëve tonë. I përjetshëm qoftë kujtimi për ta, e paqen të përhershme lavdim. Eraja nuk unë shamin e zes, shpirtin e ambush me kujtime, dhe lutet heshtur për një varë, për një gurku të qaj të birë. Sot Krusha flet me gjuhën e plagëve, por qëndron më e fortë se kur, sepse nga hiri atyre 113 shpirtave, lullzon një popull që s'harroi.